Administratori i Alp Kings, Edi Nevzati, u la nga shteti i Kosovës i lirë, jashtë burgu. Ai është regjistruar si shtetas i Serbisë. Në seancën e fundit nuk u paraqet në gjyq dhe bashkë në këtë kohë, në po të njëjtin aplikacion, Telegramin rus, është hapur edhe një grup tjetër që po kryen veprimtari të njëjta kriminale. Publikon materiale private të dhëna të grave shqiptare. Gazeta Insideri ju sjell detajet. Chat On, ky është një mesazh me të cilin ka rinisur aktivitetin edhe një grup sikurse dikur Alp Kings, edhe ky në platformën ruse Telegram. Për më pak se 24 orë ka grumbulluar afro 8.000 burra shqiptar, deri në 600 prej tyre vazhdimisht janë aktiv në të. Hapja këtij grupi vije në kohën kur administratori i Alp Kings, Edi Nevzati, i iki drejtësisë kosovare. Ai u la pa mas paraburgimi dhe më nuk u paraqet në gjykat. Ndërkohë, ditë më parë, gjykata themelore në Prishtinë kishte shqiptuar dënimin me burgim prej 21 muajsh apo 1 vit e 9 muaj dhe një gjob prej 5.000 eurosh Florent Porështicës, njërit nga administratorët e grupit Alp Kings. Porështica akuzoi për 2 vepra penale, vjedhje e identitetit e kredencialeve dhe shantazhi. Për veprën e parë, Porështica akuzoi se në bashkëkryer me të pandehurën EPIX me Novkën Lideria kishte shpërndar dhe lejuar shpërndarje në grup nga ana personave të tretë pa autorizim, fotografi dhe video të ndjeshme të 12 viktimave, si dhe të dhëna personale siç janë numrat e telefonit, emrat dhe mbiemrat dhe kredencialet e tjera të këtyre të dëmtuarave. Për veprën e shantazhit, Porështica akuzoi se kishte kërkuar nga viktimat, familjarët apo shoqëria tyre mjete monetare për t'u afshirë postimet denigruese dhe përfitimi monetar nga kjo veprimtari kishte arritur në shumën totale prej 2.344 euro. Në lidhje me rastin Alp Kings, ishte raportuar gjithashtu se Nevzati, akuzuari i dytë në këtë çështje, kishte ikur në Serbi. Sipas burimeve, Nevzati, pasi kishte pranuar fajësim për veprën për të cilën ngarkuhej, kishte braktisur territorin e Kosovës dhe deri atëherë kishte qenë i paarritshëm për organet e drejtësisë. Nevzati akuzoi për veprën penale të shtrëngimit. Ish administratori Alp Kings, Edi Nevzati, ishte arrestuar me 17 prill 2024 dhe ishte liruar nga paraburgimi në tetorin e atij viti, pasi kishte pranuar fajësinë. Sipas njoftimit të gjykatës, me 17 tetor 2024 ishte pranuar kërkesa e prokurorisë themelore për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj Nevzatit, pas arritjes së marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Ai kishte dhënë adresën e saktë të vendçndrimit në Kosovë dhe kishte premtuar se do të paraqitej para organeve të drejtësisë çdo herë që do t'i kërkohej. Prokuroria themelore në Prishtinë me 27 janar kishte njoftuar ngritjen e aktakuzës ndaj Florent Porështicës, Edi Nevzatit dhe EPIX lidhur me rastin e grupit famkeq Alp Kings. Gazeta Insideri ka raportuar ekskluzivisht për aktivitetet e grupit Alp Kings, një raportim që rezultoi suksesshëm pasi çoi në arrestime, ndërsa së fundmi u dha dhe një dënim. Pritet që të ketë edhe një epilog për të arrestuarit e tjerë, përfshirë ata që ende janë nën hetim. Gazeta Insideri do të vazhdojë të mbajë të informuar me zhvillimet e mëtejshme në këtë rast.